Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës Virgjëreshës, do bëjmë leximin e radhës për ju dhe po fillojmë me drejtsinë të dashur Virgjëreshë. Drejtësia apo kjo periudhë do të sjell të dashur Virgjëreshë një moment përballje me të vërtetën. Qoftë në marrëdhënie, në punë apo në një vendim personal që ke shtyrë tash e ca kohë. Është koha të shohësh diçka pa iluzione, të peshohesh me ndeshmëri dhe të veprosh me integritet. Çfarëdo që ndodh tani po vendos themelet për diçka të drejtë dhe të qëndrueshme. Do thotë të dashur Virgjëreshë të jeni të drejtë apo një drejtësi që po ju jipet, që ka qenë pa drejt karshiush, mund të jetë dhe kjo. Tetë të shkopive tregon lëvizje të shpejta. Shikoni këta shkopinë të lulëzuar, që lulëzojnë dhe tregojnë kahjen e tyre lartë. Lëvizje të shpejta, lajme, komunikime apo zhvillime që do ndodhin pa pritur të dashur Virgjëreshë. Diçka që duke ngecur, evonuar, mund të marrë vrull. Është një periudhë ku gjithçka ecën shpejt. Ndaj të ruani fokusin që të mos shpërhapesh apo shpërqendrohesh. Mos u frikson nga ritmi, nga ky i shpejtë. Kjo është energji që do të shtyje përpara. Dhe shtatë të shkopive që është paksa sfiduese për ju apo një sfidë që do duhet përballuar me vendosmëri. Mund të ndihesh sikur duhet të mbrosh pozicionin tënd, idetë tua ose kufitë tu. Kjo letër të thotë mos u dorëzo. Vetëm pse ndjen rezistenca apo është sfiduese, shpesh sfidat janë provë nëse do më të vërtet atë që po ndjek. Do thotë për të na quar, ndoshta edhe për të na bërë më të fortë drejt asaj që dua. Asi i kupës, që është një letër e shkëlqyer të dashur Virgjëreshë, vjen si një frymarrje e lehtë, e bukur, na bën të ndihemi plot forcë, një shpërthim i energjisë emocionale, dashurisë, ndjeshmërisë dhe fillimeve të reja me zemër apo në zemër. Mund të hapet një ndjenjëri që mund të jetë një dashuri e re të dashur Virgjëreshë, një marrëdhënie apo thjesht një ndjesi më e thellë, lidhje me veten, mund të jetë kjo. Zemra po hapet, mos e mbyll nga frika e të së shkuarës. Zakonisht ne njerëzit në përgjithësi kur dështojmë në një dashuri, martesë, punë, çfarëdo që të jetë sikur friksohemi, as na bën të ndihemi skeptik në çdo gjë saqë kemi frikë të hapim dyert për një dashuri të re apo për një punë të re apo për një investim të ri të dashur. Kalorësi i kupës e thellon këtë ndjesi në fakt të dashur Virgjëreshë, një ofertë dashurie, një person që ofrohet me fjalë të buta ose një energji romantike që të fton të ndjekësh ëndrat e zemrës. Por, sado që thash të shlirohemi dhe të besojmë, mos u humb në ëndra, sepse pasioni i kësaj letre mund pakës të idealizoj, ta them kështu. Dhe hëna, në fund, përmbyllja e leximit me një thirrje për intuitë. Jo gjithçka është ashtu siç duket. Gjithmonë duhet të jemi një çik skeptik. Qofshim gjatë në një lidhje, qofshim gjatë në një punë, çfarëdo që të jetë, gjithmonë duhet të kemi një pikë pyetje. Kjo na bën të jemi më të kujdesshëm. Absolutisht mos të lëshojmë dhe të krijojmë një zonë të komfortit. Mund të ketë pasiguri, iluzione apo keq kuptime, mos merr vendime të mëdha pa ndjerë të qartë brenda vetes të dashur Virgjëreshë. Në dritën e hënës e vërteta dallohet vetëm nga ndjenjat, jo nga syt apo nga mendja.
Pra, të dashur virgjëreshë, diçka po ndodh me shpejtësi, por ti mos haro të ruash ekuilibrin, mos mos lufto për gjithçka. Zgjidh me kujdes për çfarë ja vlen të luftosh. Zemra po hapet por trurit e kërkon prova. Gjej mesataren mes tyre. Nuk ke pse të kesh frikë nga ajo që ndjen, vetëm nga ajo që shtyp brenda vetes. Të dashur virgjëresh.